Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, do të bëjmë një pyetje tek energjia e dashurisë. Mendo personi në këtë moment që ju po shikoni këtë video, mendoni personin e zemrës tuaj. Dhe ne do të bëjmë pyetjen. Sa e rëndësishme je ti për këtë person? Pra, sa e rëndësishme je ti për personin e zemrës tënde? Dhe do ta zbulojmë në këtë moment. Personi i zemrës tuaj, juve ju shikon si ky fener që mba në dorë. Është i vetmuar dhe juve ju ka dritë që ju shkëlqeni gjithmonë në zemrën e tij, në shpirtin e tij. Është një person shumë i drejtë dhe për ty ka gjithmonë mendime pozitive. Treshi i kupave më tregon që do të festoni të dy bashkë me një person tuaj të tretë, të rëndësishëm, një lajm shumë të mirë që ju vjen. Ti për momentin je pak si i lidhur me litar, por largohet pashkën me litarin, sepse ti je dashuri, thon tarot. Dhe ti shiko gjithmonë atë pjesën e subkonsciencës, pjesën e fëmijës tënd të brendshëm. Dëgjo ato zërat e fëmijës tënd të vogël që ke brenda vetes tënde, sepse ky person për ty është shumë i rëndësishëm dhe ti për të je shumë e rëndësishme. Pra jeni të lidhur fort me një energji pozitive midis njëri tjetrit. Ky person gjithmonë mendon për të filluar një kapitull të ri në jetën tuaj. Pra shumë shpejt ai do lër mbrapa çmendurisë, gjërat jo të mira që ka bërë dhe krenar me kokën lart do të vi drejt teje për të filluar një kapitull të ri. Pra, është gjithmonë në pritje dhe që çdo gjë ta bëj realitet me ngadalë, me hapa të sigurt dhe shumë shpejt të sjell këtë kup, këtë lajm të mirë që do të festoni të tre për këtë lajm që do të vi së shpejti nga ky mashkull i zemrës tuaj, sepse juve ai ju ka gjën më të rëndësishme në jetën e tij. Gjëja më e rëndësishme, me kë rezonon kjo energji, me këshën, me virgjëreshën, me peshqit, me peshoren, luani, me binjakët, gaforen dhe me deni. Kurse me shenjat, me gërmat e alfabetit, mund të rezonoj me gërmën R, G, F, gërmën Y, gërmën R, T, Zh, E, me gërmën J, P dhe me gërmën K. Faleminderit shumë, miqtemi, mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.